ka një matematike të cilën nga syrit televizive mund të bënim si matematike që dhe të mposhtë Albin Kurti. Për posë nëse mbledhen gjitha partitë opozitorë dhe pas taj ka bëhet beteja në mes dy bloqë, si me thonë, VV dhe opozita kënej, tash njoni del 5-1, 4-4-9, kjo nuk përfolin për kësim poshtje, se kësim poshtje mundet me egzistu, nuk e di sa kishë me konë efektive, sot për sot Albin Kurti në thjesht e mposht, nëse e mposht dikush, e mposht vish vetvetja e ti, edhe vetvetja e ti sot për sot nuk për e mposht, fatkeqësisht, nas kemi sot lider politik të cilët janë të vetëdijshëm për pozicionin të cilin janë dhe të cilin e kanë të rëndësishtëm të mposhtin Albin Kurtin. Po së një mbledhët i bashkë, së një bënd të lider politik atë që ato matematikat të isin e të ermal, sot nuk duken shumë reale, sot duket më reale, që dhe të kemi për shembull, a flasim për Vjosa Osmani, si një faktori. Dje para 2-3 dite që të në studje këna thonë tonë, nuk ka ku shkon për LDK-s. Sot, fjallë që po i dërgën, Vjosa Osmani është që s'ka me shku me LDK, ka me hi vetë. Fjallë që po i dërgën Vjosa Osmani është që kërkush i LDK-s si ka ofru asgjë. Fjallë që po i dërgën për mes tjerve, për mes burimeve të afërta. Dhe që aposhojmë në atash, dhe më thonë aposhojmë një opozit dhe lider politik të zati kanë halët e vetës, se kanë halën e me mujtë Albin Kurtin. Dhe në qofë se i kanë halën e vetës, si dhe i tash, dhe nuk e kanë halën me mujtë Albin Kurtin, atër, qysh mundu i me thonë kush e mposht Albin Kurtin? Veç zotim të mposht, se s'ka kusht tjetër. Edhe daj nuk e mposht, se s'ka pse, nuk është në pjesë të garës politike, po nuk ka pse. Robiti është edhe Albin. Pse, qysh, për Vjosën, burime, të afërta me të më kanë thonë kështu, që nuk ka pas asnjë lëvizje nga Lidha Demokratike e Kosovës, dhe që ajo vetë personalisht, si me thonë, është edhe e hatrume, po dhe po thot i groj vetën. Pro, tash, ne e këna thonë sakt, vish të dy mu bashku mundën me bon një farë force, e të sa të ta bënd të fuqin, të sa të ta rivalizon të Albin Kurtin. Sot për së të dërmarë s'po shumë, dhe më thonë, në skenën politike të Kosovës, aktualisht, egziston vetëm një lider politik që do të mund të rivalizon të Albin Kurtin. Pa është shumë i vogër, është Ramushi. Këta tjertë, asë nuk për e shojnë vetën lider politik, për dhe këja s'ko, sepse i ka ndru. Lumir Abdegjiku ma shumë e ka hallin me dëmrena aty, se sa si me rivalizu Albin Kurtin. Menzi ka fitu vetë aty mrena LDK-s. Po s'ka lidhe se dëgjëm, se Menzi ka fitu tash sistem demokratik, bekon e bisedum pa disa ditësh me Visajnë akon, nuk do të kujtoj partisë me fitu zgjedh me 80%, 90%. Sa atëra ajo është fors. Jo, do të. Ajo është fors, ja, është fors. Ajo është fors. Ato nuk e zgjedh, janë fors. Dëgjëm, po është një farë besimi, nuk ekziston në sistem demokratik me i fitu me 80-90% fors. Hajde pe qesëm një kundër kandidat visa për plëcu normën. Nuk ekziston, kur si ka fitu? LDK Aziza Mustafa si ka fitu 80%. A 70%. E ka mujtë fatmirë se diun, po si ka mujtë se nëse ka gare, ale nuk ka si fitore. Tash mundu më shtuja du të me fitu me 51, 52, me 60. Pajtona që pak ma shumë me posë, i shkon ma legjitime, po aty gare s'ka posë. Mirë po, kjo idea pse nuk i ka 80% me nga partisë nuk e bë.